Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni. Nesër përfundon afati zyrtari Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në mesnatë, ku partitë politike do duhet t'i dorëzonin dhe i dorëzojnë natyrisht listat e kandidatëve për deputet. Në këtë kohë aktualisht po bëhet një betejë me dhe pa rregulla në partitë politike se kush duhet jetë brenda listës, kush janë numrat që ata përfaqësojnë etj. Dhe me nesër në mesnatë përfundon ky debat dhe do të dihet se kush do të jenë garuesit për deputet për legislaturën e 11. Legislatura 10 ishte më jetë shkurta në historikun e parlamentarizmit në Kosovë. Kam ftuar ish diplomatin Blerim Canaj për këtë lëmsh e zallamahi politike që komuniteti racionalistëve nuk japin dot shpjegim se po ndodh, por që ndodh në mendsinë aktuale. Prezantoj ish diplomatin Blerim Canaj. Canaj, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Do doja ta di nga ju. A e din Canaj pse Kosova po bën zgjedhje të jashtëzakonshme me 7 qershor? Po shumë varet prej çfarë këndvështrimi e shohim. Në qoftë se pyetemi, a kemi ne politikanë të cilët kanë guxim që të implementojnë atë për çka kanë përgjegjësi, t'ju them drejtën dyshoj. Që i bie që një ndër të parat është guximi. Po pse po ndodh ky mos guxim? Për shkak se kur flas për guximin nuk flas për partinë e parë, dytë apo tretë, po flas për të gjitha. Në qoftë se filloj nga lëvizja vetëvendosje, atëherë e dim se çka e pret shtetin në të ardhmen e afërt dhe e dim cilat janë temat, por ka dhe tema për cilat nuk dim, e nga të cilat ndoshta edhe më shumë mund të ketë frikë. Po flas për temat për të cilat nuk dim për shkak të ndryshimeve gjeopolitike të cilat po ndodhin dhe mosqartësisë rreshtimit të këtij vendi. Në anën tjetër, një votues me 7 qershor du ta ketë të qartë përse, nëse vendos të dalë natyrisht, përse po del në ditën e 7 qershorit jeni në të zgjedhje. vret një detaj që për shembull gjithë po flitet për zgjedhje, por në qoftë se i marrim qeveritë dhe i analizojmë të cilat kanë qenë gjatë periudhave në Kosovë. Në zgjedhjet e para, LDK-ja e ka pas një koalicion me PDK-n. Ajo qeveri është themelu për një arsye, do të thotë ka pas një qëllim, se ne kemi dalë prej një kaosit dhe faktikisht ka qenë faza hyrëse. Do të shkojmë të kjo pjesë, më falë që po të ndërhyjë Canaj. Po, pyetja është e thjeshtë. Për të përgjigjë më duhet ta sqaroj, për shkak se po i bi pra në fund me një herë. Do dalëm te kjo për të sqaruar rrethona se ka lëviz askush nuk e din se pse po shkojmë në zgjedhje. Askush nuk e din se pse po shkojmë në zgjedhje. As unë nuk di me ta dhënë përgjigjen, për shkak se nuk po din as vet politik bërësit e Kosovës. Pse po shkojmë në zgjedhje? Për atë arsye po them, kur një elitë politike, nëse kemi elitë, se s'dija mund të flasim për elita politike tash në Kosovë, po ma mirë po e quaj një strukturë politike e cila e ka fatin me qenë në atë strukturë, e cila e kërkon votën e qytetarit. Faktikisht kërkon një përgjegjësi, edhe ai duhet ta bindë qytetarin se unë mund ta përfundoj këtë punë, për cilën ka nevojë shteti, jo unë, ti apo ai, po shteti, për shkak se shteti jemi ne të gjithë. Edhe deri më tani nuk e kam vrejt që ka një qartësi se cili është qëllimi, përpos asaj që kur të e quan Republika e Tretë, ndoshta implementimi i projektit të tij Republika e Tretë. T'ju them drejtën, kur e dëgjoj në termin Republike e Tretë e shoh pak si me frikë, për shkak se Republike e Tretë është quajtur edhe Gjermania naciste. Sikur që e dini. Republika e Weimarit, pastaj tjetra, pastaj Republika e Tretë.
të cilën e ka bërë. Edhe gjithmonë këto farë sloganet, Republika e Tretë, apo këto farë sulmet të cilat bëhen, ndaj gjykatës, ndaj medjave, ndaj njerëzve, linçimeve me qëllim të implementimit të projektit që ai mund ta quajë Republika e Tretë, ndoshta ky është qëllimi, por problemi është që ne nuk e dim se çka i bie që kjo Republika e Tretë në mendjen e Zotit Kurti. Tashti, një qeveri e cila i ka 51.2% votave, edhe ja jep besimin qytetarit, e bën një kontrat me qytetarin për me gjetë zgjidhje për problemet të cilat i ka vendi, dhe në vend që të gjej zgjidhje krijon probleme edhe më të mëdha, është vështirë që ti përgjigjemi pastaj pyetjes pse po shkojmë në zgjedhje. Për shkak se ne në fakt nuk po shkojmë në zgjedhje. Nga këndvështrimi i sotëm, ne nga një krizë po kalojmë në një krizë tjetër. Për shkak se ka shumë rrezik, madje rreziku është real, që edhe pas këtyre zgjedhjeve të kemi zgjedhje. Dhe t'ju them drejtën, ndoshta është e vetmja e vërtetë të cilën na e thot Kurti, për shkak se ai vet ka pohuar që me gjas do të kemi zgjedhje edhe pas këtyre zgjedhjeve, dhe e vetmja e vërtetë gjatë këtyre 6-7 viteve qeverisje të Zotit Kurtit, qeverisje në thonjza, për shkak se e dim që se si ka qenë, deri më tani gjithçka çka ka thonë nuk ka dalë përpos kësaj që mund dalë e vërtetë. Zoti Canaj, Kurti fitoi 51.1% vota. Oponentët e tij thonë se ai nuk deshi dhe nuk dëshiron të qeverisë. Nuk është i gatshëm për kompromis për temën e presidentit. Për cilën vetë Kurti kishte thënë në mesnatën e vitit të ri se është prioritet i katërt i tij, jo prioritet i parë. Ju thoni që nuk është e qartë pse zgjedhjet po mahen. Nuk kanë arritur oponentët e Zotit Kurti të dalin me tregimin pse po mban Kosova zgjedhje, nuk kanë arritur sipas jush ende. Jo, më çfarë. Ta bindin qytetarin që Kurti po çon në zgjedhje? Ndëgjërit, paramendoj një situatë që na vim prej një rajoni. Po, Edhe ai rajon është goxha kështu i ka do tokat pleshme. Edhe ti e shef një person që po e punon tokën me traktor. Edhe ndalësh, diskuton me ta dhe ai thot, po m'doket që prap duhet me votu Albin Kurtin. Edhe kur ti i thu pse, ai thot se po punon mirë. Kur ti i thu, kallëzomi 2 punë të mira, ai thot e ka shliru Mitrovicën. Paramendone. Dhe më thonë, ka fitu narrativa e Zotit Kurti që Kosova nuk ka qenë e shlirume. Ka fitu narrativa e Zotit Kurti që faktikisht njerëzit që janë vra për këtë vend, derisa ka ardhur Kurti ka qenë kop. Ka fitu narrativa e Zotit Kurti sikur në atë regjion s'ka pas sovranitet, që është totalisht e pavërtetë. Po pse ka fitu kjo narrativë? Për shkak se opozita ka qenë shumë pasive, sikur që është edhe tash. Nuk e kemi pa ne opozitën, për shembull, të diskutoj me njerëzit, të dalë në terren, të dëgjoj hallet e njerëzve, ta dëgjoj mendimin e njerëzve për problemet e caktuara, dhe natyrisht në qoftë se dalim në kafe këtu, mujmë mi taku do shok tonë, po faktikisht nuk është ai diskutim me qytetarin. tregimi i opozitës aktualisht këtu ka fitu. nuk e ka Jo, se ka bin qytetarin. qytetarin Pse që- përmenda traktoristin? Për shkak se ai quhet mëngjes, i hyp traktorit edhe e punon. Punon deri në mbrëmje dikur. Paramendon në mbrëmje ai veç kanë flan edhe ngritet edhe flan me çat narrativen që i ka mbet në kokë, për shkak se s'ka pas kush t'ja tregoj ato se si është situata. Për shkak se partitë opozitare menojnë që jeta në Kosovë bëhet nëpër kafe. Nuk është jeta e qytetarit në kafe. Po menoj jeta komunikimi apo kjo farë afria sociale natyrisht që tash është si gjithkohë në botë. Po
puna e një politikanit është që të shkoj edhe ta prek ato se si jeton qytetari, ta prek ato se si ndjen qytetari. Tjetra, kam përshtypjen që shumë njerëz të strukturës politike e kanë humbur komunikimin me qytetarin. Nuk mund të shkosh. Kanë raport të bojkotit tu me të? Jo bojkoti, po e kanë humbë. Tashti, pse po e them këtë? E kam përshtypjen që duke u sill veç me një rreth. Ata mendojnë që bota apo Kosova është veç ai rreth ku sillen ata. Edhe na për shembull e kemi pasur se na tek i fundit, edhe pse është Kosova e vogël, kemi rajonet apo dallojnë edhe kulturalisht, edhe nëse jo shumë. Edhe nëse jo shumë, do të thonë Dugagjini i ka do tradita me të cilat krenohet, Drenica, Karadaku, e tjera, të cilat nuk janë njëjta bashkë 100%, kjo natyrisht nuk është dallim i madh. Pse po e them këta? Nuk mund bëret me moçum i madh do që rapat larme, kuqe, kaltere, portokalle, aso, me qitë një këmish për mi pantall, për mi farmerka, me qelat këmish edhe me hime një odë mi thona ma votën. Por shkak se nuk të merë seriozisht. Edhe këta për thëmë se ma kanë thonë njerëzit ku kanë shku politikanët. Do të thotë si në shaka. Cilve politikan pjo referosh ashtu? Po tash që në qenë nga ky vend urban i madh i Prishtinës? Po pra. Shkojnë nga Prishtina me çelap lara. Po pra. Dhe e hap një këmish, aty e vesh një bluzë në rat këmish, do farmerka, do... Ata e marrin si tallje thu. Po pra. Jo si përpjekje për të pinë. Nuk ta merr seriozisht se ti e din që funksionon te na mentaliteti. Kë mund po më dheqa, po shkak se megjithatë, te na ekziston një farë krenaria, dhe a e ke vrejt edhe të njeri ma që ti mendon që është kogja i ullët, në fakt inteligencën e kanë fascinuese, edhe blejnë kogja shumë. Çka ta merr mendja kur dikush është ullë me një odë dhe ajta përshkruan se si ullet oda. Not. Po flas për oda se megjithatë disa pjesë Dugagjinit dhe të Drenicës e kanë atë traditën e odës. Të është një farë rregulli se si ullet. Po pse po e përmendi për shkak se dikujt mund i duket që sharake kjo. Por ta ka shumë rëndësi. Tjetra, komunikimi me trit. A thu cilët politikan me të vërtet i njohin problemet e trive në Kosovë. T'ju them drejtën asnjë. Apo fare pak. Pse? Por shkak se ata i shohin trit veç në fushata. Por derisa lëvizja vetë vendosje ka ndërtu strukturat cilat punojnë me ta. Edhe gjithë dim se lëvizja vetë vendosje, për shembull tani voton gjenerata, apo ka votu gjenerata deri me tani, të cilën e ka përpunu lëvizja vetë vendosje me vitet tana. Në të gjithë dim që punën më të madhe e ka bërë për shembull në për shkollat mesme dikur, kur para se me u regjistru si parti politike, veç kur janë fut në tregun votues, që ata votues trajnon për ta, prej tyne janë fut këta në zgjedhje. Po. Suma sumarum për me përmbledh, mendoj që është bë pak punë për me bind qytetarin, edhe mendoj që nuk ka pas ndonjë strategji të qartë prej partive politike. Në anën tjetër janë fokusu veç të një strukturë, të një e caktume. Na i kemi votues të tonë, edhe e kanë bërë garën mes veti brenda që aty në votuesve. Do me thonë, unë edhe te jemi hin list, edhe kemi thonë në qëre, mos e vota Ridin, voton mu. Apo mos e vota Blerimin, voton mu. Është bë gara në mes veti, dhe ta është i shtrohet pyetja si do të arres shte partin, në qoftë se nuk shkon të dikush që është votues. Kujt po i thu kështu? Cilës parti? Po i tham LDK-s. Besa dhe AK-s. Po shkak se po janë nisi prej AK-s. Unë edhe më tutje mendoj që AK-ja problemin më të voglin e ka me e kalu pragun. Do me thonë 5% që është i pa diskutueshëm.
për shkak se mbani përshtypje në person që i shfut në asamblej. Edhe po bën tha qëra, tha unë e kam tra votusin e sigurt. Tha, po si vjet, tha, një më ka dështu. Thash, pse? Tha, ka vdekra me ti pas shpirti. Jakës. Jo, kej PDK-s. Po ken në Dugazin, në Gjakov. Pse po e përmeni këtë? Po them që AK-ja e ka votusin besnik. Këtë herë, nëse ka pjesëmarrje më të vogël të votuesve, se sa herën e fundit AK-ja hen pa problem në parlament. Bindja ime, për shkak se ka votues besnik. Po nuk kërkon vot dikon, nuk shkon dikon tjetër për me bindë qytetarin që unë jam e duhur. Te LDK-ja për Kur jetë LDK-ja do të ndalim ta ndjekim një manifestim publik që u mbaj dje në Prishtinë, ku ish presidentja Osmani tha se po rikthehet në LDK, në partinë e saj dikushme, dhe ishte një pamje entuziaste dhe me liderin aktual të LDK-s, zotin Abdigjiku, në përqafimin që bën së bashku për një Kosovë tjetër politike, si që thanë, për një shpresë të re. Ta ndjekim këtë video dhe kritika që pa për zotin Kurti. Ta dërgojnë vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, sepse nuk ngopen kurrë. Dhe sot para Kosovës janë 2 rrugë. Njëra është rruga e izolimit, e krizës përhershme, e propagandës që na i shohan edhe njerëzit në varr, e patriotizmit të rrajshëm që vërtet shumë në shtëpi, por hesht dhe ka frikë para armiqve. Që kërcnojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje çdo 3 muaj, sepse nuk ngopen kurrë. Rruga e atyre që e shndrojnë në mision eliminimin e çdo njërit që Republikën e vendos para çdo interesi partijake e ideologjik. Rruga e atyre që e dërguan vendin në zgjedhje të panevojshme, e ja refuzuan popullit 51% vetëm për të eliminuar një presidente që ulet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Midis tjerësh, Canaj ishte kjo pjesë e fjalimit që u masivizua duke u shpërndar nga media, nga fjalimi i zonjës Osmani. Shiqa. Ke formulim apo? Jo, një analizë shkurtë. Formulim, analizë. Me habi, pa habi. Gjëra këto edhe në Këgja me habi. Nga dita bëhet. Këgja me habi, për shkak se kjo po flet për shembull për interesat. Nuk e besoj që zonja Osmani e ka kredon që të flas për interesat, se si dikush po tenton për shkak të interesave të bëj diçka politikisht, për shkak se ne kemi drejtën e botës ta shtrojmë pyetjen: mirë i zonjë, pse ti shkove në lëvizjen vetëvendosje? A shkove për interesa? Kur zonja Osmani flet për atë se si dikush është i gatshëm që ta shkatërroj dikënd politikisht, mu më del përpara fotografia kur votohej Isa Mustafa, e zonja Osmani votonte kundër babait të saj politik, Isa Mustafës, për interesa personale. A kanë qenë për interesa personale. Për shkak se Isa Mustafa në funditës ja dha edhe e shtini në garë për kryeministre. Po kush i ka faj zonjës Osmani që nuk i fitoj zgjedhjet? Kush i ka faj? Dhe kjo një ditë prej ditëve e pa me listën guxat shkoj edhe të aderoj në lëvizjen vetëvendosje. Dhe një detaj, kur flet kjo për LDK-n, të mos e harrojmë një fakt, gjatë këtyre 4 viteve qeverisje,
nuk i kemi dëgjune deputet televizjes vetëvendosje duke ofendu e fyllë dhe kënë. Kanë qenë listës guxo, listës Vjosës. Kur flet Vjosa Osmani për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për izolimin ndërkombëtar, po kjo ka qenë presidente bre kur ka qenë Kosova izolume. Pse s'na kallëzoi kjo atëherë çka po ndodh? Pse? Sa ishte presidente. Izolimi ka ndodhur gjatë presidencës së saj. Nuk ka ndodhur as më herët as më vonë. E pash që foli për ushtrinë, si kur ajo ka bërë për ushtrinë. Për shkak se sot ushtria e Kosovës është shkon në Gaza me ushtarët amerikanë. Dëgjoni, kjo farë tema e ushtrisë është temë e Kadri Veselit dhe Ramush Haradinajt. Investimi në ushtri, fillimi, marrëveshjet, janë periudhë dhe Kadri Veselit dhe Ramush Haradinajt dhe Sone Mohamed. Është parimor apo jo zonja Osmani për ju? Absolutisht në politikë fare. Si i pa ato pamje bashkë me Lumir Abdigjikun? Po shiqone. Pamje shprese apo pamje që rikëthen Abdigjikun për kriza? Pamje shprese për Lumir Abdigjikun, dhe ndoshta edhe për zonja Osmani dhe qëllimet e saj, po jo domosdoshmërisht për vendin, që ju them të drejtën. Natyrisht lidhja demokratike e Kosovës do ta merr një përqindje më të lartë, me siguri. Po ajo çka është mirë, pse përkundër kësaj kritike, ajo çka është mirë pse zonja Osmani është në skenë, duke parë pasivitetin ndoshta opozitar. Anemin opozitare, më mirë po e quaj. Mendoj që zonja Osmani do të jetë një farë arre e fortë për zotin Kurti këtë herë. Po vjen dita që të shoh se jo po e shihni atë si adresë që mund ta bëj opozitën në raport me zotin Kurti. Po, për shkak se deri dje partnerët i, deri dje pjesë. Për shkak se kjo e di më së miri se çka ka brenda. A e kishe besuar se do të vijë këtë ditë për ta parë zonin Osmani si oponent të zotit Kurti? Po, absolutisht po. Nuk çuditem nëse nesër e shoh prapë si oponente të lidhjes demokratike të Kosovës. Për shkak se e kemi pa konsistencë. Aty kur nuk gravitojnë interesat e saj, ajo s'është aty. Nëse s'ka interesa, leqitet në çdo mënyrë. Po, absolutisht. Nëse s'është interesi i saj, a është legjitime, po more se kjo është futur në politikë. Kjo është pjesë e politikës. Po se cili politikan duhet ta mbajë një kohezion apo? Po problemi është ka lloj politikane, Thomas Miri e sqaron Machiavelli. Që thotë duhet të jesh i guximshëm si Luan, duhet të jesh drevak si dhejl, por e tjera. Po problemi është sa neve na duhen politikan machiavellist, apo 100% machiavellist, për shkak se machiavellist është secili politikan. Po ka njëherë disa gjëra janë të tepërta, tash në qoftë se ajo menon që është mirë për Kosovën me qenë ajo atëherë në rregull. Po kërkon analizë, për shkak se vetmin send që mu më kujtohet në politikën e jashtme të Kosovës. Çka është bën nga zonja Osmani ka qenë bordi i paqes, po edhe një detaj. Ministria e jashtme e Kosovës është shkatërruar prej gjatë periudhës së presidencës së zonjës Osmani. Blokada që ju ka bërë Kosovës është bërë gjatë periudhës së presidencës së zonjës Osmani. Dështimet në politikën e jashtme të Kosovës janë bërë gjatë periudhës së presidentës zonjës Osmani. Çka më bani përshtypje edhe një detaj. E përmendi se si kjo është luftu për të mos marrë pjesë në Këshillin e Sigurimit. Kjo më bën me dyshu që zonja presidente nuk e ka pas qartë pozicionin e Kosovës dhe qëllimet e Kosovës në politikën e jashtme. Pse po e përmendi këtë? Për shkak se ne nuk shkojmë në Këshill Sigurimit si antar. Po. Ne shkojmë atje me raportu. Edhe që ato i përfundojnë. Betejë e madhe, veç pak, se duhet me ditë shikuesi këtë.
Betejë e madhe është bërë për me ul nivelin e përfaqësimit në Këshill të Sigurimit. Nëse të kujtohet, në qeveritë e kaluara e kanë pasul nivelin në ambasador, për shkak se Këshilli i Sigurimit është diçka që pse ne raportojmë atë është çështje e unmikut dhe ne nuk e njohim unmikun. Pse po u dash ka presidenti i vendit me shku në Këshill të Sigurimit? Kurse mezi kemi arrit me ul nivelin në nivel të ambasadorit. Jo e dini këto për shembull e ka përmendur edhe zoti atëherë Skënder Hyseni. Ideja e tij ka qenë për shembull që të bëhet betejë tash të hiqet unmiku prej Kosovës. Thonë zëshën dhe amerikanët, britanikët, Dhe tash ne mi avçu unmikut presidentin, atë më thonë hajde tash të del para gjykatës aty do shtete, po është pikërisht që Këshilli i Sigurimit, ku bashkëpartijakja e zonjës Osmani është Donika Gërvalla Shfarc është falenderu prej Daqiqit, ajo kujtohet, për ndihmën që ajo i ka bën Hag Serbisë. Thotë atë çka s'ka ndodhur. Po ta presim tashti, po kur po flas për oponencën, po shpresoj që do të dalin shumë sene se si duket gjuha që do të përdoret në këtë fushat do të jetë kështu pa rezervë. Me përshkallëzuar thonë. Po, pa rezervë. Zgjedhjen në një klim më të madhe të tensionit në raport me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ta shohim se si po funksionon Kurti me këtë gjuhë. Po, një detaj përderisa ne po diskutojmë apo e vren për shembull. Zoti Hoti nuk ishte aty. Figurat të rëndësishme nuk ishin aty. Hykmeti Bajrami, deputetja e fundit që zot Janina Ymeri kështu. Po, nuk ishin aty, po. Po të gjithë e dim qëndrimin e zotit Hoti dhe të tjerë. Pinomi, nëse mund ta them, Abdexhiku Osmani po lind tash, apo kishte një prijarë të tillë që nga koha kur erdhi në kryet herës Abdexhiku? I kam thënë edhe më herët diku, ne po flasim për dy persona të cilët e kanë pas një miqësi edhe më herët. Edhe tash s'po ndodh kur gjë tjetër pas që po vazhdohet çajo miqësi. Dhe çka po ndodh tash? Zonja Osmani me zotin Abdexhiku mund ta forcoj pozicionin e vet brenda LDK-s, tash ta shohim numrin. Në qoftë se LDK-ja rastisht del e dyta, atëherë këta me siguri që do të lavdrohen se si zonja Osmani e nxorri LDK-n nga pozita e tretë në të dytën. Do thotë që t'i bëj vend. Nëse zonja Osmani mbetet aty, atëherë Lumir Abdexhiku është më i fortë brenda partisë, për shkak se është e njëjta. Si zonja Osmani ta udhëheq partinë, si zoti Abdexhiku. Dhe me siguri që pastaj do të bëhen debatet për ata se kush duhet jetë lideri i ardhshëm i partisë, për shkak se ne po e shohim që LDK-ja, njëjtë si PDK-ja përbes, po kanë problem me leadership. Dhe janë ende në kërkim të leadershipit, në kërkim të identitetit. Ajo që kanë bani përshtypje edhe në fjalimin e zonjës Osmani. Veç një herë u përmend Rugova sa munda me e kuptu. Që po i bie që po kërkohet një farë ndarje nga e kaluara, por që janë në kërkim të identitetit, se tash kur flasim për Rugovën edhe rugovist. Me të kallëzu drejtën, veç një njeri është tash brenda LDK-s që e ka prejk Rugovën edhe ka punu me ta. Ajo është Lutfi Haziri. Veç një njeri e din në brenda LDK-s se çka është ajo ideja e rugoviste, se ka punu me ta. Zonja Osmani vonë ka lind për me na kallëzu neve çka është ideja rugoviste, çka është filozofia politike rugoviste. Tjerë s'kan ide, tjerë veç e përdorin. Gjithë kjo reduktohet në garën për pushtet thu. Po pra, po e përsëris, veç një njeri brenda LDK-s është që mundet neve me na fol për filozofinë politike rugoviste. Ajo është Lutfi Haziri, për shkak se ka punu me ta, për shkak se Lutfi Haziri është bashkëndërtuesi që asaj ideje politike rugoviste. Në kur sot zoti Haziri? Zoti Haziri sot është i shkreti si kur gjithkohën të e ba betejën e mbijetesës prej që tyne që po vinë, po flasin për rugovizëm, e s'ka një ide çka është rugovizmi. S'ka një ide kush është Ibrahim Rugova. Edhe për atë arsye, u vrejt edhe në fjalimin e zonjës Osmani që po mundohet të bëhet një fashkputje
Ne. Kush janë ne? Ne, unë dhe Lumiri. Me ne. Kush me ne? Jo, që jeni atë. Dhe kur I shohim fotografitë, shohim që janë kryesisht do njerëz të afërt. PDK-n, si është një PDK të zgjedhje? Nga ky diskutim u pa që për shkak të zhvillimeve të fundit, një pjesë e madhe të minutave mori Zonja Osmani, Faktori Osmani, nëse mund ta them, sa mund ta sfidoj. Ajo rikthimin LDK ish partnerin zotin Kurti. Po më vjen keq Për PDK-n nuk folën mende. Po më vjen keq që do na më shpreh kështu. Në regionin tonë të jeden atë thanjen popullore është ka sillet si gusa në mjegull. Edhe PDK-ja. Kam përshtypjen që deri më tani PDK-ja është sjell si gusa në mjegull, që thojmë ne. Njëjtë si LDK-ja dhe PDK-ja fatkeqësisht ka problem të madh me leadership. Nuk është stabil leadershipi. Jo. Ka Zatin Hamza. Shishoni, në qoftë se flasim për një ekspert në profesionin e tij, në qoftë se flasim për dikën I cili ka I ka gjetë parët edhe prej dheut për me bashkët infrastrukturë, për me rregullu çet shtet deri që tu ku është, absolutisht Bedri Hamza është njeri më meritor në Kosovë. Po ne tashti po flasim për Bedri Hamzën si lider I partisë. Po më vjen keq që po e them. Po është dështim. Në qoftë se më pyet prej çeti konstelacioni, Vjosa, Lumir Abdigjiku, Bedri Hamza, kush është Albin Kurti, Ardian Xhini. Absolutisht unë kryeministër e kisha bë Bedri Hamzën. Absolutisht. Për shkak se e dim që punën që e bën jashtëzakonisht mirë. Është I provuar. Po kur po flasim për udhëheqje politike të partisë, nuk ka tregu leadership. Pse? Për shkak se Kush udhëheq PDK-n? Kur po thu leadership? Ish konjunktura që ishte apo Bedri Hamza? Po që aty është pyetja kur të flasësh në publik, kështu çka s'flitet, po ne tash këtu nuk jem të interpretojmë Natyrisht. ato çka flitet, po edhe nuk ka tregu deri më tani që ai e ka një forcë vendosëse. Dul mirë, dul keq, pepreq. I mungon vendimarrja tu. Po pra. Absolut. Momentalisht në Kosovë prej krejt politikanëve, të cilët kanë pas vendimarrje ka qenë Albin Kurti, kemi thënë edhe një herë, pikërisht në studion tënde. Edhe kjo pastaj po e çet Albin Kurtin pah në raport diferencën e tij me tjerët. Po pra. Kjo po e bën diferencën. Pra po them. Tash ne po flasim për një njeri si Albin Kurti që kush në jetë si ka thonë puna marr. Sa I kur s'ka punu kur gjë. Deri sa u bë kryeministër. Për me të thonë dikush puna marr, duhesh me kon të punu diçka. Po flasim për Bedri Hamzën, të cilin e kemi pas ne ministër të finansave, Besave Zavens ministër të finansave, guvernator të bankës, dhe thotë kur flasim për çka ka të bëj me financat edhe me ekonominë, absolutisht është më I miri që I kemi në skenë. Po problemi është që pe ka qatë behane që nuk po mundet me shpërfaq politikisht. Bedri Hamza nuk është prej politikanëve I cili dhe me përdor populizma, sikur që e ndëgjum Vjosën, për shembull, apo sikur që dim ta dëgjojmë Albin Kurtin, për me prek emocionin e qytetarit. Në anën tjetër, janë shpërfaq edhe problemet në parti. Ai ka trashëguar shumë problemet, ju them të drejtën. Spari, marrja udhëheqjes tij një muaj para zgjedhjeve. Ka trashëguar shumë probleme. Mirë, po gjatë kësaj periudhe, si duket, nuk janë zgjidhur ato probleme dhe kam përshtypjen që brenda PDK-s tashti më nuk është gara kundër Albin Kurtit, por është gara me vetveten. Si duket personat caktuar më shumë e bojnë betejën unë e jo ai e jo ti,
se sa ta bëjnë betejën me Albin Kurtin. Ka humba jo ndjenja, sikur që ka qenë, për shembull, sa ka qenë udhëheqje Zoti Thaçi. Secili e ka ditë ku e ka vendin. Hibriditetit të cilën e ka pas kriju Zoti Thaçi brenda partisë ja ka dhënë përshtypjen qytetarit që kjo parti është e kompletume. Pse? I kemi pas brenda njerëzit e luftës, të cilët e kanë pas vendin e vet, edhe i kanë pas respektin e tyne. I kemi pas brenda shtresën intelektualet, mos e harrojmë një fakt. Në vitin 2013, 2012 deri në 2014, Partia Demokratike ka qenë partia e cila faktikisht e ka pas brumin e intelektualëve të Kosovës brenda vetit. Brumin. Do shta këtu ka qenë suksesi i asaj partije. Po tashti rede kam përshtypje që jemi ardhur me një periudhë ku njerëzit menojnë që çka dojnë bëhen. S'ka lidhja i plotësojnë kriterjat apo jo, apo s'ka lidhje cili është kapaciteti i tyne. Mi u thanë njerëzve sot ai pe merr aeroplanin me fluturua i thot po, do të qasë vetbesimi për cilin i admiroj. Unë i admiroj njerëzit e tillë të guximshëm, të cilët përkundër që nuk kanë kapacitete, cilët për çdo ditë ballafaqohen me kapacitetet e tyre dobta dhe prapë bojnë betejën për me dalë në kulm atje. Kjo edhe na ka sjell aty që ne të kemi edhe deputet analfabet në parlament. Merrne fotografinë. E kom përmend më duket edhe këtë mos përsërit më, po s'po moj pa e përmend prapë. Merrne fotografinë e ditës shpalljes pavarësisë. Këshirni njerëzit. Veç figurat këshirni në fotografi. Edhe krahasoni me deputet sot. Çaja të kallzon, ku kemi qenë edhe ku jemi. Çfarë më t'i japim kësaj? Analfabetizëm në rritje thu? Problemi është jo analfabetizëm në rritje, por analfabetizëm total. Si është e mundur që krejt parlamentit i ketë një prej 100 sa deputetëve të ketë një 4, 5, 6 profesorat universitetit. Por derisa po mdohet me citu, po s'pedia guxoj me përmend me emër një deputet. Megjithatë s'pe përmendi që tha e diskutova me ta pikërisht që punën e fotografisë. Edhe tha blerim tha përpara, tha kur hishëm në parlament, tha fal shumë kur ju fal shumë njerëzve se tha unë isha i riu dashjem i thonë akademik profesor, akademik si je, profesor si je, akademik si je, profesor si je. Tha tash ti thash di çush i thon. Tu gjarë. Tha se si njo, madje as nuk i njo. Trektar. Madje as nuk i njo. Po bëj shako me gjithë respektin e secilit që merr votën e qytetarëve. Dëgjom, unë i los qytetarët. Prej këtu. I los shumë qytetarët. Mos votoni për inati. 1. Mos votoni për hatër. 2. Për shkak se e merr në qafë shtetin. Ju duket mirë, ju duket interesant, duket që po i ndihmon diçka. Nuk jeni mund që ati deputeti që s'di me lexu se na u knaqëm të bëjmë hajgare tanaj. Na po bëjmë hajgare kur po ulëm me pi një kafe dhe po i diskutojmë ato. Po masanej kur po dalëm mas hajgares, kur po diskutojmë pasojat e shtetit. Kjo tablot kjo si standard kulturor është shqetësuese. Kjo është shqetësuese. Kështu që tashti qytetari e ka mundësinë edhe ato që ka e shohim nga në parlament është pasqyra e votuesit. Parlamenti na e përfaqëson popullin. Në qoftë se unë e votoj një analfabet, atëherë i bjen që unë nina peqati i përfaqësum. Parlamentit i mungon? I mungoj dje, e sot, e nesër? Dija. Kompetenca. Dija dhe kompetenca. Po konkursin që shpalli Bedri Hamza, kryetari PDK-s, për gjithë ata që kanë interesim për të garu për deputet. Është serioz apo përpjekje për driblim? Shisha, ndëgjëm. Për të fut në vetin nga ty, këtë do tjetë për të krijuar blokada, për të krijuar... Rrit.
për me bindë qytetarë. Është parodi e llojit vetë, është gjë zakon kjo në politikë, në përvojën tuaj? Unë s'kom pa. Tash ti mundet partia mu hap, po jo para zgjedhjeve. Me konkurs. Pse po tham jo para zgjedhjeve, por shkak se Aplikojnë për vend punë aty apo? pikërisht. Shiçarin. Nuk mund të Asistent administrativ mos ta banalizoj. Po du me qitë nivel tjetër nuk janë aty. debat, këtë bisedën tonë. Nuk mund është me marë njerëz kvalitativ në qoftë se edhe të përgatitur kështu me konkurs. Pse? Se ata nuk vinë rrit. Ndërmarrje publike nuk është. Po jo, nuk vinë, për shkak se ti nuk mund. Ministri jo. Në qoftë se ti don me ndërtu dikon, mi thonë hajde se po të provoj gjatë kësaj fushate. Edhe po të bëj figurë me të njoft njerëzit, okej, në rregull është, në qoftë se e ka marrë partia të farë funksionin e promotorit të diçkaja apo dikujt në rregull. Po ne mendoj se partia prej përvojës teme edhe në Austri, të them drejtën. Partia, kur i ka punë mas qetë, mas miri, dohet më ofru me thirr njerëz edhe me ofru afër vetit. Për shkak se nuk të vjen në parti dikush që e ka një karrierë, dikush që e ka një emër, dikush që e ka një bagazh. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.